Në Kur'an të nderuar vëllezër, Allahu xhelle xhelalu përmend tregimet e pejgamberëve të tij, të cilët na japin një edukat dhe një moral të mirë qysh me i pas raportet njeriu me Zotin në çdo situatë, në çdo gjendje. Qysh duhet me mendue për Allahun xhelle xhelalu gjithmonë mirë. Edhe atëherë kur për ty nuk është mirë ndoshta. Ty duket që nuk është në rregull. Dhe tregimi më i mirë për këtë gjendje, për këtë situatë, për besimtarin, është tregimi Jusufit a.s. në Kur'an. E largun nga prindrit, vëllezërit e tij, e futën e gjojtën në bunar, u shit Jusufi si sklav, si rrogtar, u burgos padrejtisht, ju mbyllshin gjitha dyert e te i kalimit të situatave. Krejt këto të nderuar vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu i ka bërë me planifikim për me arrit Jusufi a.s. tek një pozitë që as vetë kur nuk e ka menduar. E as nuk e ka ëndrrue asnjëherë. Krejt këto sprova që në sytë tonë janë të rënda, por Allahu xhelle xhelaluhu ishte plan që Jusufi a.s. të bëhet ministër i bujqësisë në qeverinë e mbretërisë së asaj kohe ku jetonin në Egjipt. Jo vetëm kaq, të bëhet edhe këshilltari më i afërt i mbretit, që mbreti nuk ka vendosur diçka pa e marrë propozimin dhe këshillën e Jusufit a.s.